Nëse ke para mund të bësh të duash dhe përsëritesh i lirë. Kjo është Maqedonia e Veriut dhe ky është mesazhi që të jep sistemi i drejtësisë në shtetin ton. Sistem ky i cili ka reputacion shumë të keq dhe shumë pak besueshmëri te qytetarët. Me një garanci prej 180.000 eurosh, ish drejtori i klinikës universitare për radioterapi dhe onkologji Nino Vasev do të mbrohet në liri pasi Këshilli Penal i Gjykatës Themelore në Shkup i ahoqi masën e paraburgimit. Njëkohësisht u pranua një garanci prej 348.000 eurosh për ish drejtorin ekonomik të klinikës Nehat Nuhi, gjithashtu e siguruar me hipotek mbi pasuri të paluajtshme. Vendimi u mor pas mendimit pozitiv nga prokuroria publike kompetente, ndërsa ndaj të dy të pandeorëve u vendosën masat paraprake. Ata nuk do të lejohen të largohen nga zona e qytetit të Shkupit, do të jenë të detyruar të paraqiten në gjykat një herë në muaj dhe dokumentet e tyre të udhëtimit janë konfiskuar përkohësisht dhe ndalohet të lëshojnë dokumentet e reja për kalimin e kufirit shtetëror. Duke pasur parasysh se prokuroria hoqi dorë nga e drejta ankesës dhe hipotekat e ofruara tashmë janë regjistruar në katastrin e pasurive të paluajtshme, vendimet kanë marrë formë të prerë dhe të pandehurit janë liruar nga paraburgimi. Me këtë vendim Vasev lirohet nga paraburgimi ku kaloi rreth një vit. Vasev dhe Nuhi janë ndër të pandehurit në rastin onkologji, i cili ka të bëjë me funksionimin e klinikës së radioterapisë dhe onkologjisë në periudhën nga viti 2018 deri në vitin 2022. Sipas aktakuzës, ata akuzohen për shpërdorim të detyrës dhe përvetësim në shërbimin që lidhet me prokurimin publik të terapisë onkologjike, prokurim të ilaçeve pa bazë ligjore dhe shlyerje fiktive të borxheve për ilaçe, të cilat sipas prokurorisë i kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme financiare buxhetit. Gjykimi në këtë rast vazhdon dhe të pandehurit të mbrohen në liri në procedurat e mëtejshme. Rasti onkologjie, i cili shkaktoi reagime të stuhishme në publik, u nda nga prokuroria në dy akuza, njëra prej të cilave është onkologjia 1, ku Vasev dhe dy onkolog të tjerë po gjykohen për trajtim të pakujdesshëm të pacientëve, ndërsa në tjetrin onkologjia 2, kjo për të cilën flitet, ku ish dy drejtorët Vasev dhe Nuhi po ndiqen penalisht për vepra të zgjeruara penale, keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar, mashtrim në detyrë dhe përvetësim në detyrë.